Qytetarët e Vlorës shprehen të kënaqur me aktivitetet festive të organizuara nga Bashkia e Vlorës në kuadër të festave 28 dhe 29 nëntorit. Gjatë gjithë ditës së 28 nëntorit, sheshi dhe hapësirat ku zhvilluan eventet, atmosfera ishte e gjallë me muzikë, performancë kulturore dhe simbolik kombëtare. Shumë mirë. Të gjithë na pëlqyen. Organizimin që kishin bërë, të gjitha shumë mirë. Po. Ishim. Koncert, ja këtu ku bë koncerti, fjalimin. Po të ceremonitë e sheshi flamurit? Ishim edhe atje, ishim dhe atje dhe erdhën poshtë. Shumë mirë, për në pleqërin mirë. Edhe ne ishim të sheshi flamurit, kam kur ngrit flamuri, Edi Ramën, atë të Kosovës. Organizimet ishin shumë bukur, si vjetë mua më pëlqyen them të drejtën, edhe popull kishte plot. Kishin ardhur gjithashtu Shumë nga Troje, Kosova, njerë kishte ardhur gjithë dhe na përshëndesin dhe rrugës ata të Kosovës. I falënderojmë shumë. Organizimi ishte shumë i mirë. Sidomos e gjallëruan më shumë ata të Kosovës, vendi që erdhën. Ju morët pjesë në ceremonitë, në koncert? Po. Këtu tek topat edhe këtu tek sheshi flamurit këtu. E këtu tek Kishin ardhur shqiptar nga troje të ndryshme? Po, në çdo vend, shumë mirë organizuar. Muan pjesë dhe atje ku vajtëm të monumenti edhe këtu erdhëm, shumë mirë. Kishin ardhur shqiptar nga gjitha troje? Po, kishin ardhur shqiptar, pjesëmarrja shumë e mirë. Edhe gëzuar gjithmonë gjithë shqiptarëve edhe mbarësi të kenë të gjithë. Shumë bukur. Shumë mirë. Të merrni pjesë në ceremoninë ose në koncert? Vajtëm. Mirë fare. Jashtëzakonisht mirë, bukur. Arritët të merrni pjesë? Kështu mund ta bëjmë gjithë. Po, ndoqja 100% ndoqja. Kishin ardhur shqiptar nga gjitha Po, troje? shumë fare, shumë. Kënaqësi e madhe ishte. Edhe na bëhet qefi të kemi gjithmonë gjëra të tilla. Në Vlorë në këto ditë festash të nëntorit mbërritën edhe shumë shqiptar nga zona të ndryshme të vendit, por edhe nga të gjitha trevat shqipfolse, të cilët ju bashkuan festimeve. Qytetarët thonë se u ndjen të gëzuar e të bashkuar, ndërsa vlerësuan organizimin si të rregullt dhe të mirë koordinuar. Sipas tyre, këto aktivitete japin qytetit energji pozitive e krijojnë po ashtu një atmosferë të ngrohtë për festat më të rëndësishme të kombit.